Avokati i popullit Endri Shabani ka hedhur pas krahëve hatërmbetjet me ish aleatin Adriatik Lapaj, duke u ngritur në lartësinë e detyrës që i cakton ligji për të marrë masa për monitorimin e protestës së organizuar përpara kryeministrisë nga Shqipëria bëhet. Një ekip vëzhguesish të avokatit të popullit është angazhuar në terren, ndërsa strukturat përkatëse janë vënë në gatishmëri për të qenë të pranishme sipas nevojës në ambientet e komisariateve të policisë dhe institucioneve shtetërore. Ky angazhim synon ndjekje nga afër të çdo veprimi pasues dhe garantimin e respektimit të standardeve ligjore dhe të drejtave të qytetarëve. Avokati i popullit do të vijojë monitorimin e situatës dhe do të ushtrojë kompetencat e tij ligjore në përputhje me zhvillimet në terren, thuhet në njoftimin e institucionit të avokatit të popullit. Prej datës 8 dhjetor, Adriatik Lapaj dhe mbështetësit e tij qëndrojnë poshtë zyrës së kryeministrit Rama në shenjë revolte pas hetimeve të prokurorisë së posaçme antikorrupsion për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku.